të iluzion. Alda, është kënaqësi të rivi në dyqanin tënd, këtë herë në një hapësirë më të madhe dhe më të bukur të Maison de Parfum. Do të flasim edhe një herë për gjërat veçanta dhe të bukura që këtë herë nuk përkufizohen vetëm tek parfumet, por kryesisht tek sapunët. Sepse në dyqanin tënd ajo që është cilësuar në botë ndoshta si marka më e mirë e sapunëve është prezente. E kemi edhe në Tiranë pra Bronlin, që padyshim përbën histori në këtë fushë. Por në fakt, pse ka një tendencë të rikthimit të sapunit në përdorimin e jetës së përditshme si një mjet luksi dhe jo si një mjet i zakonshëm tani më? Atëherë, edhe unë ju falenderoj që ju kam përsëri dhe mirë se vini përsëri në dyqan. Është e vërtetë që është një tendencë e re e përdorimit të sapunit dhe pikërisht sapunit luksoz. Atëherë, e rëndësishme është që në jetën e përditshme nuk duhet të përkufizohemi të përdorim sapun apo të përdorim lëng apo shampo apo diçka tjetër. Në jetën e përditshme është cilësia mbi të gjitha, përveç kënaqësisë që t'jep dhe pamja e jashtme e një produkti. Është shumë e vërtetë se sa herë që kanë parë Bronlin në vitrinë ose kur kanë hyrë në dyqan, kanë qenë duke kaluar rastësisht, kanë ndaluar të çuditur dhe kanë thënë Bronli është prezent këtu dhe atëherë kanë filluar testin që po këtë e keni të Bronlit, po këtë, sepse kush ka jetuar sidomos në Angli, edhe pse ai është prezent në Francë, në Itali, në Gjermani dhe sidomos në Amerikë, kush ka qenë atje patjetër që ka ditur ta provojë dhe ta shijojë Bronlin. Dhe e gjitha është sepse duke qenë sapunbërësi më i mirë në botë, i quajtur, i cilësuar, i deklaruar, i njohur nga të gjithë dhe kanë provuar, aprovuar të gjithë, atëre është një kënaqësi që të përdorësh sapunin në tualetin, ritualin e përditshëm. Në fakt, çfarë e bën kaq shumë të veçantë Bronlin? Ingredientët natyror, përbërësit apo përpunimi artizanal? Kur kemi folur për parfumet, paktën kemi folur për shtëpime histori të gjatë në këtë fushë. Bronlin çfarë e bën kaq të mirë dhe kaq të veçantë? Edhe Bronlin, pak a shumë i njëjti historik, i njëjti background, është një histori e një çuni 19 vjeçar që në 1800-ën, i cili ishte shumë i apasionuar pas sapunëve. Atëherë shkoi në Francë për të bërë një shkollë për sapunët dhe pasi bëri një vit studim, mori teknika të gjitha, i apasionuar siç ishte u kthye në vendin e vet Anglin, i cili mbahet, kuptohet për përbërës shumë të mirë, për lënë të para, mira natyrale dhe hapi fabrikën e vet të parë. Fabrika u zgjerua gradualisht dhe çdo punim atje bëhej me dorë. Pati dhe një incident sepse judo është një pjesë e fabrikës në gjatë historisë gjatë këtyre 200 viteve, por u rindërtua nga fillimi dhe normal që teknikat janë po ato pak të përmirësuara me fabrika me makineri më të mira, kuptohet, por që akoma ruhen të njëjtat mënyrat të bërjes së sapunëve dhe të gjithë tualeterisë në përgjithësi. Është lënda e parë shumë e rëndësishme. Në përgjithësi kanë vajin e bajames, për cilën Bronli ka patent në Angli. Gjithashtu ka patenta për shumë lëndë të para dhe ka të drejtën ekskluzive të përdorimit të këtyre lëndëve të para. Ka gjithashtu edhe vulët e shoqatës mbretërore hortikulturale, e cila është shumë e rëndësishme që të fitohet në një vend si Anglia, po. Sepse fjalë për lule të rralla, të cilat përdoren. Janë tegra, përdoren si lëndë e parë për bërjen e sapunëve, sidomos, por ato ruhen me një fanatizëm të madh nga vetë mbretëresha e Anglisë, sepse nuk lejohet të kultivohen apo të transformohen, por mbrohen me fanatizëm në habitatin natyral dhe të drejtën për përdorim që ta fitosh duhet mund dhe duhet që në fund rezultati të jetë po aq i kënaqshëm sa ajo ndjesi që t'jep vet lulja kur është në zanafillën e vet.
Megjithatë, Brownlee nuk bazohet vetëm në linjën klasike të sapunëve dhe të linjave të përhershme. Çdo fest, çdo moment ka edhe një diçka të re që Brownlee ofron për ata që e duan atë. Si në këtë rast ne kemi vezët mbretërore që përkojnë fare mirë me festën e Pashkëve, e cila do të jetë shumë shpejt, pikërisht të këto lloj. Edhe me produkte të reja brenda gamës së vet, për produktet e përditshme bëhet fjalë, por vjen edhe me gjëra shumë të bukura dhe interesante që i dedikohen festave më të mëdha, siç janë Krishtlindjet, Viti i Ri apo Pashkët, apo ndonjë feste tjetër kur Shën Valentinit apo gjëra të tilla. Edhe të gjitha janë brenda paketimeve të dizenjuara nga persona, kuptohet të marrë kastile për këtë punë, nuk është se gjejnë një paketim edhe fusin sapunin aty brenda, por është e menduar, e paramenduar dhe studiuar shumë mirë dhe ka edhe sapun në forma të veçanta të cilat përsëri punohen me dorë që të ruajnë, kur blini sapunin blini dhe një art, një zejtari, një diçka të bërë me shumë kujdes. Në fakt, këtë herë këto sapun që vinë në këto vezë të mbretërore, të cilat mua më pëlqen, ta marr njërën prej tyre në dorë, sepse janë të mrekullueshme. Është vetëm një mbajtse e cila është metalike dhe brenda saj gjendet sapuni këtë herë i menduar në formë veze, apo jo? Është një nga, janë 12 modele që mund të zgjidhen. Është kuptohet që dhe brenda ruhet me një mbajtse plastike. Kjo mund të fusni një bizhu më vonë ose diçka tjetër. Është si puna e vezës Kinder Surprise që i vetmi ndryshim është që dihet surpriza që është një sapun brenda. Paraprakisht. Brenda është shumë e lezetshme sepse si gjithmonë Brownlee nuk i lë detajet. Kjo e ka formën e vezës fiks me këtë jo simetrin e vet dhe ka të shkruar edhe emrin, pra markën. Pra është i kuruar deri në detajet finale, aromën sigurisht, përbërjen sigurisht, është shibatër, është vaj i bajames, janë përbërës lihen për t'i dhënë aromën që janë lulet, është triple mill të quajnë në angli, është një metodë shumë e mirë për ta bërë sapunin solid. E rëndësishme është që ky sapun të mos jetë vetëm i bukur, por të përdoret në tualetin e përditshëm deri në fund dhe larja të jetë me të njëjtin rezultat deri në fund, ai dhe kur bëhet i vogël fare është po në këtë formë. Është triple milled soap, i quajnë në angli. Dhe nuk ka rëndësi, ndoshta do ta gjejmë termin në shqip, janë terma të reja. Sa ka filluar të hyjë kultura e përdorimit të sapunëve në Shqipëri? Ti, duke qenë se merresh nga afër me këtë gjë, si mendon se ka filluar të ndihet interesi i njerëzve që të përdorin linjat e sapunëve, në këtë rast do të Brownlee, qoftë edhe për dhuratë, qoftë edhe përdorim të përditshëm, pra qoftë në të gjitha kontekstet? Fillimi duke gjithmonë nuk mund të themi vështirë, por nuk e di ndonjëherë se si do të shkonin gjërat. Tani ka një vit të paktën që ne jemi prezent dhe me Brownlee në Shqipëri dhe është e çuditshme sepse është bërë si një ritual. Gjithë klientët e kanë një dëshirë shumë të madhe që të blejnë sapunin e tyre të preferuar. Është bërë tashmë pyetje e përditshme, e keni sapunin e orkides për shembull, ose e keni sapunin e Lily of the Valley? Janë të mësuar tashmë me këtë dhe ne na pëlqen fakti që pasi bëhet blerja e parë, blihet me po aq dëshirë edhe herën e dytë, sepse shikohet që është diçka që mund të duket e re, por shumë e përqafuar dhe shumë e këndshme në gjatë ditës. Vas a ver que va a estar todo bien. Tani përveç se folëm për sapunët, të cilët janë të mrekullueshëm dhe në fakt u përpoqëm të shpjegonim pak se çfarë është Brownlee dhe çfarë sjell të veçantë ai, unë do doja të preknim edhe një risi që keni këtu sepse më ka bërë shumë përshtypje. Është pikërisht momenti ku arti pikërisht arti pamor që unë e kam vërtet
shumë për zemër, takohet me aromat e parfumeve që është një miksim shumë interesant. Sonj është një veçanti tjetër që ju keni sjell në dyqanin tuaj. A mund të më shpjegosh se çfarë e bën kaq të rrallë dhe të veçantë ata? Fjodora, keni shumë të drejtë, po dhe unë dua të them që duke pasur parasysh me aq sa ju njoh që jeni apasionuar pas artit, vërtet që mund të keni ardhur për sapunët këtu, po s'kishte si t'ju shpëtonte ky detaj kaq i rëndësishëm çfarë është kjo, edhe unë po ju a them, është Sonj, është një parfum francez i kombinuar me skulpturën e vet. Atëre, ndryshe, kjo quhet një skulpturë olfative, që është i përfshin si të apasionuarit e parfumit shumë të veçantë, ashtu dhe ata që janë të apasionuar pas artit, pikturë, skulpturë apo çfarëdo tjetër. Në qoftë se ne kemi folur ndonjëherë për parfumin që përveç asaj që parfumi është ka shumë të bëjë me preferencën, ju pëlqen, nuk ju pëlqen, ka shumë që janë të lidhur me flakonin e parfumit. Por në këtë rast, flakoni vjen në një mënyrë shumë të veçantë dhe në mënyrë shumë speciale, sepse pasi është dizenjuar nga një skulptor shumë i famshëm francez, ai është marrë për model dhe është bërë me kristal të veçantë, është bërë skulptura olfative që unë po ju a tregoj. Kjo është skulptura femrore, është dedikuar një për femra, një për meshkuj. Ajo për meshkuj është e zezë, kurse kjo femrore është në ngjyrë të tillë të çelët. Hiqet koka, që shërben si kapak në këtë rast, vendoset hinka dhe pastaj kjo është mbushja që vjen në një flakon përsëri shumë interesant dhe të futur brenda një çante, po aq luks sa i përshtatet me shumë shije dhe konfeksionit të parfumit ose të skulpturës. Mbushet me hing dhe vendoset. Është shumë i lezetshëm, shumë i këndshëm dhe rituali i bërjes me parfum. Vërtet është një risi, por si ritual ka qenë shumë i vjetër. Njëherë një kohë kur mungonin sprucot, atëherë hitet në gisht dhe vendoset në dy zonat më të rëndësishme, sa sipas dëshirës, një herë, dy herë. Por këtë sigurisht që është një parfum i veçantë, është me një çmim më të veçantë se sa të tjerët, gjendet në vende të zgjedhura në botë, në Galerinë Lafayette, në Harrods, në Angli, kështu që gjendet edhe tek Maison de Parfum sigurisht. Është dhe aroma e zgjedhur për parfumin është shumë e veçantë. Kushdo që mund ta ndihej do të kuptoj direkt që ai parfum e meriton vërtet një skulpturë të tillë. Në fakt i përket ka emër, quhet Majda Bekali, ajo që është krijuesja e këtij ideatori. Po, edhe ajo që ka ideuar si projekt në tërësi mund të themi, por ka bërë edhe parfumin. Ka zgjedhur notat, ajo quhet hunda e këtij misioni ose projekti. Pra që është shumë e veçantë në fakt, sepse është më shumë se sa një parfum, është diçka e rrallë për tu patur, për tu vënë si koleksion në jetë, ashtu ndoshta siç janë gjërat e bukura, një diamant apo diçka me vlerë shumë. Është diçka me vlerë, është diçka që duhet ruajtur me kujdes, sepse në qoftë se investoni, atëherë edhe kjo do vendin e vet në shtëpi, mund ta ruani në kutinë e vet, mund ta ruani në një vend ku ju ruani gjërat për të cilat jeni të apasionuar dhe është shumë e rëndësishme kur doni të bëni një dhuratë një personi që i ka shumë për zemër ose kur ju doni të bëni përshtypje, por edhe në qoftë se jeni vet i apasionuar dhe e vlerësoni veten tuaj.